reformën e transportit publik urban, Komuna e Prishtinës vazhdon punën në këtë reformë, edhe pjesë e punës është edhe instalimi i GPS-ave në të tërë flotën e autobusëve, si atyre privat dhe publik, edhe atyre që ju shtohen ose që do të vinë në të ardhmen. Javën e kaluar kemi përfunduar një proces të rëndësishëm të instalimit të gjithë GPS-ave në të gjithë flotën e autobusëve, të cilët do të jenë pasqyra e të cilave do të jetë e qasshme për gjithë qytetarët nga aplikacioni i trafikut urban. Përmes kësaj flote, ne shohim lëvizjet e autobusëve, ne shohim mesataren e autobusëve, ne shohim përdorimin ose shpenzimet e derivateve, ne mund të shohim gjithashtu vendalimet dhe vendalimet jo të rregullta, ne mund të shohim po ashtu edhe shkeljet e shpejtësisë e tjera, dhe me këtë mundësojmë po ashtu që qytetarët kur të ankohen të verifikojmë të gjitha ankesat e tyre, edhe në histori edhe në kohë më mbrapa, dhe të përmirësojmë cilësinë e shërbimeve ndaj qytetarëve duke marrë masa ndaj kundërvajzëve dhe operatorëve të tjerë që nuk i përmbahen itinerarëve dhe rregullave të linjave përkatëse.